Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet më të fundit dhe për të dhënë në fakt komentimet më të fundit rreth ngjarjeve që po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe jashtë asaj. Sonde është prajmi Big Brother VIP Kosovës, besoj që të gjithë sy e vesh dëshironi të shikoni dhe të dëgjoni se çfarë do të ndodh brenda kësaj shtëpie. Sonte pritet që të jetë një natë glamur, një natë e mbushur me debate, me emocione dhe ndoshta me rrëfime përsëri të banorëve të sinqerta. Një trio që në fakt nisi si një lidhje dashurie mes Dolçes edhe mes Slimit, përfundoi në një ndarje që nuk ishte si herën e parë. Dolçe këtë herë u lëndua shumë, u mërzit shumë, u thye shumë shpirtërisht dhe këtë gjë ajo e ka shprehur publikisht në dhomën e rrëfimit. Në dukje të parë ishte ajo goca e cila nuk është se i plaste shumë, nuk është se lëndohej nëse shkatronte dashurinë e saj, por përkundrazi ajo u shpreh që ndjehet shumë krenare për rrugtimin që ka patur me Limin, për dashurinë që kanë kaluar të dy bashkë edhe për atë që ato ndërtuan, por siç duket, brenda saj Dolçe është tepër e thyer dhe nuk e ka pritur që Limi do ta priste në besë apo ndjehet e përdorur. Realisht Dolçe është e përdorur në këtë mes sepse publiku dyshojnë që Limi dhe Alba e kanë patur këtë gjë mision, e kanë patur këtë gjë lojë. Edhe pse nga miqtë të Albës thanë që Alba dhe Limi nuk është se kanë patur marrëdhënie jashtë Big Brotherit para se të futen, por ndoshta inteligjenca e Albës e njeh aq mirë Limin sa që e ka ditur shumë bukur se si mund ta programoj ai lojën, se si mund t'i programoj ai gjërat dhe do të futet brenda shtëpisë. Do me thënë, është Limi ai që i shkon Albës në këtë mes nga mbrapa. Sonde do të flitet për këtë trekëndësh. Alba ka kaluar ditë të lumtura, pa marrë parasysh që ka patur zënka xhelozie që ti mbështet këto që të shajnë, këto që të ofendojnë, këto që flasin pas shpine për ty, por ditën e dieshme ka patur edhe shumë përqafime, ka patur edhe shumë puthje, në këtë mes ka patur një lloj pajtimi. Do me thënë tani, edhe pse Dolçe është e thyer dhe e lënduar në dhomën e rrëfimit, sepse nuk e priste këtë gjë prej Limit, nuk e priste që Limi do t'ja kthente shpinën, mbrëm u mërzit edhe më shumë, teksa pa Limin edhe Albën të përqafuar dhe në krah e njëri tjetrit. Do me thënë, Dolçe po e përjeton shumë keq këtë marrëdhënie të re të dashurisë që ka krijuar Limi. Ne nuk e dimë nëse ka qenë një marrëdhënie e prishur, Alba qëndronte shumë e heshtur, siç dukej nuk dëshironte që t'ia prishën lojën Limit, misionin Limit. Ajo i thonte që jashtë do të më kërkosh falje, jashtë do t'jenë gjëra të ndryshe, por unë mendoj që Limi arriti që të merr vëmendjen, sepse ndoshta këtë me Dolçen e ka bërë vetëm që të komentohet jashtë, vetëm të merr vëmendjen jashtë, dhe në momentin kur e pa që do të thënë ai po del shumë keq, në momentin kur e pa që ai po del si një përdorues femrash, atëherë do me thënë Limi u tërhoq dhe u rikthye përsëri tek Alba. Do të thënë si temë kryesore do t'jetë kjo trio që akoma vazhdon të bëj namin në për të gjitha rrjetet sociale dhe më pas do me thënë do të pozicionohet tek Eliona, tek Lodiani dhe Londrimi. Eliona ka patur ditë shumë të vështira brenda shtëpisë, do me thënë ne kemi parë disa herë në disa pika që ka qenë shumë e tensionuar, ka qenë e përlotur, që në fakt është e vështirë që ta shikosh Elionën të përlotur, por ne kemi patur mundësinë ta shohim. Lodiani shpeshherë i ka thënë që mos u viktimizo. Sa ndikoi në fakt takimi që Klodi bëri me motrën e tij, a ndikoi për mirë apo ndikoi për keq. Motra e Klodit në Talk Big Brother u shpreh që Londrimi dhe Eliona vërtet ja kanë prishur lojën Klodit, nuk e kanë lënë që Klodi të tregon veten e tij. Unë mendoj që Londrimi dhe Eliona i kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë në lojë Klodit dhe kanë bërë Klodin që të jetë ky që është sot, do me thënë superior në atë lojën e vet dhe të jetë kaq i
komentueshëm. Domethënë ka shumë pika që sot do të fliten, por edhe ndjenjat ndoshta të Elionës të pakontrolluara. Ne kemi dëgjuar që nga ana e Elionës që vazhdon akoma të ketë ndjenja për Klodin, të ketë pasion për Klodin, të ketë emocion për Klodin, domethënë siç duket Eliona nuk arrin dot ta kontrollon këtë pikën, sepse në këtë mes është edhe Benita. Klodi ndan shumë momente me Benitën, i qëndron afër, tani dhe kushtrimi dhe limi, domethënë Benita po shndrohet në këtë gocën kryefjalë të shtëpisë që të gjithë dëshirojnë t'i japin vëmendjen, që të gjithë dëshirojnë t'i japin dashurinë, që të gjithë dëshirojnë t'i japin mbështetjen, dhe mendoj që sonte do të sqarohet Eliona dhe Benita, edhe pse në fakt Eliona më duket shumë e stepur, domethënë që në momentin kur e kuptoi më përfundimisht që Klodi është në një lidhje dashurie, është tërhequr shumë nga ndjenja, por nuk tërhiqet nga realiteti. Asaj i pëlqen të qëndrojë në shoqëri me Klodin, por do të shohim sonte domethënë si do të komunikojnë këto gjëra nga vllau i madh, dhe më pas domethënë kemi patur shumë debate, shumë diskutime, dinamika. Ka një sekret në fakt që do të zbulohet sonte, çfarë ndodhi në dhomën e rrëfimit mes Klodit dhe Benitës. Lëndrimi ka folur jashtëzakonisht shumë. Të gjitha këto do t'i sqarojmë sonte në primin e Big Brother VIP Kosova. Domethënë pritet të jetë një natë dinamike, nuk është një natë e mbushur shumë me surpriza, është një natë e mbushur me diskutime, me debate. Zakonisht e hëna dhe e premtja janë të ndarë, e hëna i kushtohet më shumë t'i lojës, banorëve, diskutimeve që kanë ndodhur brenda, debateve që janë bërë, aleancave të ndara, gjë e cila në këtë vit nuk kemi grupacione dhe aleanca. Unë e kam thënë që në start, domethënë të këtij Big Brotherit, është shumë e vështirë që të krijohen aleancat, është shumë e vështirë që të krijohen grupacionet, sepse banorët luftojnë të vetëm, dhe domethënë çdo njëri prej banorëve është lideri, është fenomeni i grupit të tij, dhe shpresoj që në fakt të kenë një rrugtim të bukur, shpresoj që të bëhet më i miri, të fiton më i miri. Domethënë nuk është Big Brother i parë që u ndan divanet në dy pjesë dhe nuk u ndan banorët në asnjë mënyrë, domethënë çdo një lufton, dhe më pas do të kemi edhe një rrëfim të bukur, një surprizë të bukur sonte në këtë natë. Domethënë është një natë e mbushur me shumë ngjyra, me Lara Manile ta themi, me shumë botë brenda saj, njëkohësisht edhe për të dhënë edhe bomba ekskluzive nga vetë banorët. Do të shohim se çfarë do ndodh sonte. Ne do të takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin. Ju keni të gjitha hapësirën tuaj për të komentuar dhe për të dhënë mendimin tuaj në koment rreth banorëve, rreth Big Brotherit, rreth koalicioneve, rreth çifteve që janë bërë aty brenda, aleancave, dhe uroj që të bëjmë më të mirën. Në fakt ta shpallim ne fituesin, ashtu siç jemi munduar që ta shpallim çdo vit, duke mos toleruar në asnjë mënyrë që produksioni në thonjza të bëj këtë padrejtësinë e madhe.